Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për ngjarjen e bujshme të ditëve të fundit, atë të sulmit kibernetik ndaj strukturës së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Po kush fshihet pas këtij sulmi? A është politika dhe biznesmen të fuqishëm apo janë persona të tjerë dhe çfarë po ndodh mes politikës dhe spakut? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, çfarë fshihet dhe kush qëndron sipas jush pas sulmit kibernetik ndaj strukturës së posaçme? Thot një fjalë populli kur dihet se çfarë ndodh, po e thot në mënyrë alegorike. Çfarë bën mjau në çati? Pra bëhet fjalë për një ndërhyrje të urdhëruar dhe të ideuar nga ata që kanë sekretet e shtetit në dorë, nga ata që duhet të mbrojnë dhe të ruajnë sekretin shtetëror. Personat që akuzohen për hakerim nuk janë fare të aftë ta bëjnë atë punë. Thjesht atyre ju është dhënë një material në dorë dhe u kanë thënë botojeni, idheni edhe çka ka ndodhur na erdhën hakerat, s'është e vërtetë. Është një vepër e kryer direkt, po e theksoj prapë, direkt me dijenin e plot të dikujt në strukturën e prokurorisë posaçme. Pra është nga spaku personi që e ka bërë këtë. Është i paguar, është i blerë, është i urdhëruar nga Fatmir Xhafa, nuk e di. Por pas këtyre gjërave unë di që qëndrojnë Edi Rama, Sali Berisha, Fatmir Xhafa, shefi i shërbimit sekret të Shqipërisë, drejtori i shërbimit sekret, se nuk bën këto punë pa një organizim dhe pa një marrëdhënie të ndërsjellët midis tyre, pa një mbrojtje, pa një garanci. Ata persona që kanë bërë këtë vepër e kanë bërë thjesht për të tjerë ndonjë të dhënë nga prokurorët për ta publikuar, për ta degeneruar problemin, për ta çuar në qesharak. Jo zotëri, jo. Të janë të bëra direkt nga shteti, me dorën e shtetit. Dhe të personave që kanë të drejtë të hyjnë dhe të marrin pjesë në këto gjëra. Spaku zotëri është në shënjestër të Fatmir Xhafës pa diskutim fare. Është vetë Fatmir Xhafa që merret direkt me atë punë. Dhe është ai që organizon këto, si mjeshtër që ka qenë ministri i brendshëm, si patronazhist i madh i Edi Ramës, është ai që i organizon për mua dhe është gjithashtu edhe person brenda prokurorisë posaçme. Pra ju mendoni se nuk ka pasur një sulm nga jashtë, por kemi të bëjmë me një rrjedhje informacioni nga brenda spakut? Absolutisht po, s'ka sulm nga jashtë. Sepse që të merret dikush me këtë punë, njerëz do shikojmë kush është interesuar që të daore, është i qartë problemi, po këta mbulojnë kokën e zbulojnë prapanisën, themi neve, e bëjnë së truci. Kush është interesuar të marrë sekretet e spakut? Ata që hetohen. Kush po hetohet? Hetohet që nga Edi Rama edhe të tërmerat. A nuk e shikojnë qytetarët shqiptarë që si Berishopoulos edhe Ramovic kërkojnë me çdo kusht të rrëzohet, të eliminohet spaku? Pse kërkojnë ta eliminojnë? Ç'kan? Ku kanë halli? Pra janë këta që e kanë organizuar dhe ata. Dhe është budallë që të merresh me dy ignorantë që konsiderohen se ata pas kanë bërë hakerim dhe kanë gjetur që janë këto me këta dhe këta. Dhe këto ata i thonë për opinionin publik që nuk ka haber fare nga këto punë. Po jo për neve që e di mirë se si funksionon ky shtet dhe kjo parti në pushtet. Dhe se si funksionojnë dhe njerëzit e spakut atje brenda. Jo më larg se para pak ditësh Zoti Pilinçi deklaroi dhe tha edhe nga spakut thiri mendjen, tha filloni arrestimet se ndryshe do vini ju brenda pastaj në burg. Janë qarta gjërat. Spaku është në një tërtysni të llaktarshme. Qoftë në jashtë, qoftë nga brenda, qoftë nga Salihu, qoftë nga
Edi Rama. Pra janë ata të interesuar ta bëjnë këtë punë, nuk ka hakerat për këtu. Dhe nuk ka pse të hyjnë hakerat atje. A mendoni se vetë SPAK-u duhet të vetë pastrohet nga elementë atill që mund të nxjerrin informacione në media apo dosje të caktuara, dhe nga ana tjetër, a kemi një përplasje të fortë midis vetë prokurorëve në SPAK që mund të kenë orientime të atilla apo interesa të caktuara, qofshin ato politike apo me element të tjerë të botës së krimit të organizuar? Kam besim që në strukturën e SPAK-ut ka prokuror të ndershëm, prokuror të pastër, prokuror që e ndjejnë përgjegjësinë e detyrës dhe përgjegjësinë për t'i dhënë popullit një të vërtet, një hetim të plot, të argumentuar, të mirë studiuar, me qëllim që të mos shpëtojnë këta kriminal dhe këta hajdut që po vjedhin ditë për ditë. Të dhënat që kam unë për SPAK-un zotëri janë që, jo të dhënat që kam unë, po dyshimet, po e them më mirë kështu, dyshimet e mia janë që atje ka njerëz, prokuror, që i ka Fatmir Xhafa në dorë. I ka në dorë, i komandon ai. Bashkë me Edi Rama. Por ndërkohë edhe Sali Berisha ka njerëz të tij atje. Dhe unë nuk i them kot Berishopullo, sepse Sali Berisha, një gjithë veprimtarinë e tij, 32 vjeçare, ujtë e ka çuar në mullit të Grekut. Pra janë këta të dy, është partia e punës që po i vjen fesja vërdall tani sepse po shkurtohen ditët dhe po u hiqen njerëzit e tyre, po u priten këmbët, po u priten tentakulat dhe do të japim llogari para qytetarëve shqiptarë që të kemi atë punë. Brenda SPAK-ut patjetër që ka njerëz të ndershëm, patjetër që ka njerëz prokuror të devotshëm që të përgjegjshëm për detyrën që u ngarkuar, por janë në presion të jashtëzakonshëm. Dhe ata janë në presion të jashtëzakonshëm nga mafia që është në pushtet, nga mafia që është në qeveri, nga mafia që është në opozit, janë nga të tëra ata janë të sulmuar dhe të dhunuar. Kam besim absolut që struktura amerikane që i organizoi dhe i ngriti SPAK-un do të dalë zot këtyre prokurorëve të ndershëm, do pastroj SPAK-un nga prokurorë të shitur dhe agent të shërbimit sekret të komanduar dhe tani aktualisht nga Fatmir Xhafa, sepse ai është koka e gjithë korrupsionit dhe krahu i djathtë i Edi Ramës në pushtet, ai organizon të tëra. Dhe kështu që unë kam bindjen absolute që do gjejnë vendin secilit nga këta prokurorë që janë të shitur dhe që i kanë nxjerrë këto dokumenta dhe dalja e dokumentave ka të bëjë direkt me personat që janë në hetim. Fare rastësisht këta ta quajturit hakera vajtin edhe gjetën dokumentat e këtyre që janë në hetim, pse nuk gjetën dokumentat tjera, provat tjera, e kuptoni, i kanë nxjerrë vetë prokurorët e SPAK-ut ato. Ata që hetojnë ato çështje, ata i kanë nxjerrë. Dhe për mua ata duhet dalin para përgjegjësisë. E kanë dhënë ata informacionin, absolutisht po. A mendoni se SPAK-u do të përshpejtojë tashmë dosjet e nxehta që ka në duar, sidomos pas këtij sulmi? Varet nga mbështetja që do t'i japi shteti Amerikan dhe BKH-ja në luftën e tyre kundër këtyre kriminalëve. Po kanë mbështetje dhe po kanë mbrojtje, patjetër do ta bëjnë. Por duhet pastruar SPAK-u nga këta që i ka kollonë 5. Si mendoni, me rikthimin e përfaqësuesve amerikan të Obdatit, forca goditëse e SPAK-ut do jetë më e madhe apo do kemi të njëjtën vijimësi si deri më sot sa i përket raportit të figurave politike me drejtësinë? Kam besim tek ata që e kanë dërguar këta zotëritë e Obdatit, kam besim që do t'i çojnë gjërat deri në fund. Sepse ka arritur punë atje ku nuk mban më ujë pilafi. Këtu popullit po i bën padrejsi të llahtarshme. Kanë arritur deri atje sa një informacion që e mora sot
merrte informacioni nga Tërbaçi i Vlorës, që kanë arritur që ndryshojnë hartat kadastrale, që falsifikojnë për ta bërë një sipërfaqe 8.000 metra katrore për ta bërë 45.000 metra katrore. Nuk kaq po them për kësaj radhe sepse kaq më dha qytetari që më kontaktoi dhe leri të tjera pasaj se tha bëhen e sa s'bën që i kemi deklaruar dhe këtu edhe denoncuar dhe këtu në emisionin tuaj. Shqiptarëve po u bën tortura të jashtëzakonshme për t'i shpronësuar, për t'i populluar dhe për t'ikur. Këtë e bën direkt Edi Rama me Sali Berishin, janë në unison, Partia e Punës së Shqipërisë. A mendoni se me vendosjen e tarifave kundrejt shteteve të huaja, por në këtë rast të Shqipërisë, Donald Trump po përgatit edhe listën e goditjeve për të shpallur në ngrata figurat larta të politikës shqiptare të cilat mund të jenë të lidhur me krimin e organizuar? Absolutisht që po. Absolutisht po, do t'i bëj. Kam besim të presidenti amerikan sepse ka filluar luftën kundër krimit ndërkombëtar që drejtohej nga Sorosit me shok dhe janë falangat e atyre, janë tentakulat e atyre që do goditen dhe në Shqipëri dhe do ta marrin atë që u takon. Si mendoni, pse Edi Rama nuk ka reaguar për sulmin që u bën ndaj Spakut, duke qenë se ai ka reaguar për shumë çështje, qofshin ato edhe më banalet? Se thjesht fare, i ka vajtur ujt, e di që është organizuar nga njerëz të tjerë, por i ka vajtur dhe ujt në mullin të tij, ai kërkon me çdo kusht të godasë Spakun. Po ju them qytetarëve shqiptar dhe i garantoj për këtë punë se ka besim te Amerika. Nuk do preket Spaku, nuk do asgjësohet Spaku, por do vjen këta brenda, këta kriminal, këta gangster, këta hajdut, këta palaçot që drejtojnë politikën shqiptare. A mendoni se në këtë rast Edi Rama është i trembur sa i përket dosjes së inceneratorëve, por edhe dosjes së Charles McGonigal, ish agjenti të FBI-s, në të cilën kryeministri Edi Rama dyshohet si i përfshirë? Rama është, si i tha i shqiptari dikur, Bir Selmani nënës këtë qaj më parë. Rama s'ka që këtë mbuloj më përpara, këtë mbuloj. Të mbuloj me atë pislopun që ka bërë me McGonigalin, të mbuloj atë gruaja e Bilalit, që vati me roba grash, të mbuloj krimet që janë bërë në prona dhe në drejtësi shqiptare që të mbulojmë përpara. S'ka të mbulojmë përpara. Edi Rama, e kemi thënë, mbas qeverisë teknike, Edi Rama do arrestohet. Këtë informacion kemi në Amerika, këto të dhëna na janë thënë, dash Zotit të bëhen sa më shpejt. Unë këtë pres, të bëhen sa më shpejt, se po vjen data 15. Së fundmi në media kanë dalë përgjime të forta të Erion Veliajt, i cili ndodhet në burgun e Durrësit. Ju si mendoni, kush e tradhtoi Erion Veliajin në këtë rast? Vetë Edi Rama e ka tradhtuar me atë ndrykullën që ka zëvendës kryeministre. Dhe po se nuk është më i mirë ai ministri i drejtësisë, ai Mje Kërciapi. Ai ishte autori dhe organizatori i dosjes 184 në Peshkopi, zotëri. Është ai që tha tërmet, tha. Sepse këta s'kanë lënë pislëk pa bërë për të marrë pushtetin. Edhe nuk po lënë gjë pa bërë për të ruajtur pushtetin. Të din një gjë, dhe ai i ministri i drejtësisë, dhe Edi Rama dhe të tërë këta përbindësha që po drejtojnë sot shteti shqiptar, fatkeqësisht, do vend të vendi. Këta do vend në burg, pikë. Në përgjimet që kanë dalë në media, sa i përket Erion Veliajt, ky i fundit këshillon gruan e tij Ajola Xozën që mos shkojë tek ambasada amerikane, sepse tashmë ka ndryshuar dhe administrata dhe ka ardhur Donald Trump në pushtet. Çfarë do të thotë kjo deklaratë e Veliajt, pra ky përgjim në këtë rast, a tregon frikën që ka mazhoranca e sotme kundrejt Donald Trumpit dhe a është ky i fundit duke përgatitur listën e goditjeve të figurave politike në Shqipëri me të cilat mund të merret Spaku një nga një? Absolutisht po.
absolutisht po. Pse nuk do ai të vete ambasada amerikane? Sepse ai e di që amerikanët janë dorën të tëra lakrat në shesh, ai e di që në Amerika e ka gënjur, ai e di që ka mashtruar shqiptarët gjashtë se kur ka bërë studime në Amerikë, ai do të thënë është një gjarë i plagosur në kokë, edhe përpëlit e tani dhe zdi ku të kërkoj streh dhe mbështetje. Ai e di që ka mbaruar punën e tij, është ezauruar. Ai do mbetet atje të paktën 20 vjet. Dhe është shpreh atë mlefi dhe urrëtitjen që ka për kolegët e tij, sepse atë atje e çuan kolegët e tij, e çoi kjo Ballukja, e çoi Edi Rama, e çoi që të them unë Xhafa, këta e çuan, se këta ja din pistoqet dhe horllëqet çka bërë, si a di unë. Pra, ai e di mirë që në Amerikë nuk ka mbështetje. Ai e di mirë dhe ka deklaruar hapur fare, dhe kjo është gjë e shkëlqyer për neve, që ka thënë, me që u ndryshua me qeni presidenti Trump, mos shko më në ambasadën amerikane. Që do të thotë, deri dje janë vërtetuar 4 akuzat tona për atë lulushin a luna që kishte ai Donaldi, ose për zonjën Kimete, për të gjithë sorosianët që kishin uzurpuar ambasadën amerikane në Tiranë. Por ka humbur dhe një tjetër, sepse ambasada amerikane ishte e mbushur komplet me sigurimsa dhe me spion të sigurimit që punonin në administratën e ambasadës amerikane në Tiranë, të cilët janë qëruar. I kanë qëruar, kanë ikur ande, kanë humbur mbështetjen e plot këta nga Amerika, e din mirë. Prandaj janë jashtëzakonisht terrorizuar, të trembur dhe të shqetësuar. Se e din çipret, po e them qet fare. Si e gjykoni revoltën e Erion Veliajt kundrejt ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, që sipas Veliajt e ka vendosur në një burg me njerëz që janë dënuar me nga 100 vjet dhe që i rrezikojnë jetën, dhe nga ana tjetër e cilëson atë si një katundar qelbësir dhe se do ta mbys me thonjë. Çfarë do të thotë kjo për këta dy element të Partisë Socialiste? A tregon kjo luftën e hapur brenda PS-s? Ata janë në një luftë të egër, janë jashtëzakonisht të egër kundër njëri tjetrit, që të gjithë, po ai nuk mund të ngrihet dhe të shprehet, të shpreh inatin çka se inatin nuk e ka me Ulsi Manjën, jo. Mos të gënjejmë veten e mos na hedh neve ato. Ai inatin e ka me Edi Ramën, sepse Edi Rama, ai e di që Edi Rama që në momentin që skarkoi nga funksionet që kishte në parti, ja kishte përgatitur gropën ati Erion Velis. Sepse në fundit Erion Velia një njeri mediokër, s'ka shkollë të lartë, as ma abrit një rrugaç që jo bind urdhrave të padrinos të padrinos të Babakalos, Edi Ramës, edhe tani kërkojnë që ta godasi Edi Ramën nga këmbë, domethënë duke i goditur bashkëpunëtorët e tij. Nuk i thot të vërtetë atë se ka frikë, se ai e di se ç'gjën. Për sa i përket ankesës që ka bërë për ministrin e drejtësisë, sepse ka futur me ata burgaxhit atje që janë me nga 100 vjet e ku diun, se gjënjët, mos ketë frikë ai Erion Velia, se atyre u ka shërbyer, ata e duan. Ate e thot për konsum propagandistik ai, se në fakt është në mes njerëzve të tij që e kanë dashur dhe e duan dhe e mbrojnë, sepse u ka shërbyer. Ai është pjesë e atyre banditëve që janë atje. Është pjesë e tyre. Por nga ana tjetër banditët edhe e vrasin njëri tjetrin për interesa madhore. Dhe nëse ndonjë nga ata banditët mund të marrë urdhër që ta qërojë Erion Velin, patjetër qëron, s'bëhet fjalë fare, se ka ecë vështirë. Zoti Islami, nëse do të bënit një listë të SPAK-ut për goditjen ndaj figurave politike përpara zgjedhjeve, cila do të ishte ajo? Listë për kë? Për prokurorët apo listë për figurat politike? Për figurat politike. Për figurat politike duhet të filloj nga Olta Xhaçka, nga Belinda Balluku, nga Spiro Palja, te kryeministri, edhe të tërë me radhë pastaj, të gjithë me radhë, pa përjashtim, do arrestohen, duhet dhe do arrestohen të gjithë.
Zoti Islami, të ndalemi pak te figura e Sali Berishës, se si erdhi në politikë që prej viteve 90 dhe kush e solli atë në të vërtet në krye të Partisë Demokratike? Për këtë do bëni mirë të shikoni në YouTube intervistën që ka dhënë profesor Pëllum Pilinçi në vitin 91, kur ka ardhur në Shqipëri, se është e qartë fare kush e ka sjell, si e ka sjell dhe pse e ka sjell. E keni atje gjithçka. Ja se merri dhe Fatmir Xhafa tani shoqëron me një tjetër se kanë zyrat aty, ja. Ja. Sa e zum në gojë, ja të kës. Sali Berisha është emëruar, është zgjedhur në 5 veta, në 5 kandidat për të marrë Partinë Demokratike, domethënë opozitës, u emërua Sali Berisha. Mirë, po Sali Berisha i punoi jo për ata që emëruan ose që e urdhëruan, por punoi për ata që kishin rekrutuar. Po them fjalën për ata që kanë rekrutuar. Dhe Sali Berisha i ka shërbyer interesave serbe, greke dhe kundër interesave shqiptare, kundër interesave të popullit dhe të kombit shqiptar. Sali Berisha ka përgjegjësi të jashtëzakonshme, të jashtëzakonshme, morale dhe qytetare përballë të përndjekurve politik me të cilët të shtallur që kur mori pushtetin deri më sot. Për të mos thënë pastaj përgjegjësitë e tjera për shkeljet që ka bërë, për krimet që ka bërë duke qenë kryeminist, për vrasjet që ka bërë, sepse në 21 janar zotëri u vranë njerëz me duar në xhepe, si Velveizi, s'kishte vranë njerëz si Velveizi, as kishte bërë ndonjë krim. Pra mori urdhër për të pushkatuar, edhe e pushkatuan. Spion të tija. Kemi Remzi Hoxhën, Remzi Hoxha ishte dëshmitari që Sali Berisha takuar me Grigorovin në Maqedoni, dhe Remzi Hoxha u zhduk palengjur, ndërkohë që vrasë i tija ka marrë strehim politik në Londër. Pra, këto, shikos, profilin politik Sali Berisha din të shqiptarët, nuk është nevoja që të flasë më tepër unë, se ja din gjëmat e bëmat. Zoti Islami, kush qëndron pas prishjes së fabrikave dhe uzinave pas viteve 90, sepse qarkullon një teori, por ka dhe deklarata nga vetë Berisha që shërbimi sekret serb është investuar për të shkatruar gjithë industrinë shqiptare pas viteve 90. Po, dhe shërbimi sekret serb e realizoi objektivin e tij duke paguar $50 milion nëpërmjet Sali Berishës. Është vetë ai që ka dhënë urdhër për t'i mbyllur edhe për t'i shkatëruar. Unë kam thënë dhe herë të tjera për që kishim një industri të mrekullueshme me pajisjet më moderne të kohës, dhe Sali Berisha i zhduku. Dhe nuk di se të bëri inventar. Kush, zotëri, është e thjeshtë fare. Është e thjeshtë fare për ta gjetur. Që nga 92-shi deri sot, kush ka qenë ministri i industrisë, kush e ka pasur inventarin e mjeteve themelore të industrisë mekanike shqiptare, kush ka dhënë urdhër për t'i prishur, ku janë dokumentat që është urdhëruar për t'i prishur, është e thjeshtë fare, nuk duan ta bëjnë. Pse? Sepse Sali Berisha i ka shërbyer politikës Partisë Punës për të shkatëruar gjithçka nëse nuk janë komunistët të pushtet. Kjo është e qartë. Pra komunistët thonë, mbas meje thonë t'i bjerë zjarri. Nuk do t'i bjerë zjarri o zotërin komunist, po do s'koni ju me nderë në vërtet. Çfarë fshihej pas shkatrimit të industrisë, qofshin të fabrikave, por edhe industrisë ushtarake në Shqipëri? Tradhti kombëtare e urdhëruar dhe ideuar në Beograd dhe në Atinë. Është tradhti kombëtare. I ka shërbyer interesave të atyre. Do marrim avionët. Ne kishim MiG-21, zotëri, që edhe sot e kësaj dite konkuron me avionët e Amerikës, MiG-21. Edhe sot e kësaj dite është në fuqi, vazhdon të punojë, të jetë në shërbim. Pse i zhduku? Kush i dha urdhër? Dhe kujt era mbrojtjen ajrore të Shqipërisë? Ku janë raketat? Kishim 4 grupe raketas, tek të cilët unë kam bërë shërbime për teknikën, riparime, kështu mirëfem të teknikës. Ku janë? Kush urdhëroi që t'i zhdukin? Pse? Me ç'urdhër? Në interes të kujt? Pse e kanë lënë shteti shqiptar pa mbrojtje kundërajrore? Nuk them pasaj për mira gryka zjarrit, topa kundërajrore, bregdetar,
toksor, më se thash, është një krim monstruoz për të cilin Sali Berisha duhet të dalë para gjyqit të jap llogari. Një nga fenomenet e tjera që Shqipëria ka vujtur më shumë është edhe ligji 7501 për cilin Sali Berisha ka theksuar se ka qenë një nga gabimet e tij më të mëdha politike. Përse u bë ky ligj dhe çfarë kërkonte Berisha të arrinte përmes këtij ligji? Jo, nuk është e vërtetë. Sali Berisha është i pa fytyrë kur gënjen. Edhe pse gënjen Sali Berisha, a nuk e ke ti që the nuk do se risjellin prap latifondistët? A nuk e që ti në mbështetje 7501-shit? A nuk më the personalisht që po të revokoja ligjin 7501 do humbisja elektoratin? A nuk e që ti, zotri? Po të them ti shikosh, të shikojnë semente tu dhe unë drejtojmë ballë për ballë dhe të kam thënë, hajde të diskutojmë këto gjëra. Ke apo s'ke përgjegjësi? Jo, zotri, është marrë urdhër nga Beogradi ligji 7501 sartuar atje. Është ligji antikombëtar shqiptar për të përdhënë shqiptar, për të ikur nga Shqipëria, për të shpronësuar, për të kthyer në muhaxhir, në kështu, mirë them, se përdora një fjalë të vjetër, në emigrant në vendin e tyre. Dhe praktikisht ne jemi padve, se atë u shprona është toka. Ditë për ditë po merren toka me hipotekë. Dhe prapë po e them punojësve të hipotekës. Jini ju punojës të hipotekës kriminalët kryesorë të cilët nëpërmjet të cilëve merren pronat. Sepse ju i bëni ta shkruajturat mbi vendosje, nga erdhën mbi vendosjet, more njerëz të pa fytyrë, more palaço. Që keni zënë ato zyra atje në të urdhëruar e të vendosur nga krye palaçoa Edi Rama. Jeni ju dhe do përgjigjeni, ta dini se i dim kush jeni dhe ku jeni. U dim, ju njohëm, populli ju njeh. Jo më kot, zoti gazetar, Edi Rama bllokoi kontaktin e qytetarëve shqiptar me hipotekat. Jo më kot, e bëri me qëllim që t'i gatuaj gjithçka siç po i gatuan atje në fshehtësi, se kriminalët dhe bishat punojnë gjithnjë në errësirë, nuk punojnë në dritë. Dhe qytetarët shqiptar s'kan ku të vend të ankohen për të kërkuar qoftë edhe një vendosje çatije. Pra është direkt Partia e Punës së Shqipërisë nëpërmjet e mishëruar, e ringjallur, e ripjell nga Edi Rama në marrëveshje me Sali Berishopoulos, mikun e ngushtë të Belerit dhe të Hristiavgjisë të Mavis greke për të shkatëruar Shqipërinë. Këta janë në unison me njëri tjetrin. Pse Berisha nuk u tërhoq kur ju kërkua që të ndryshonte ligjin 7501, por vijoi ende me atë ligj? Sepse kishte marrë urdhër të mos lëvizte atë, se po të ikte atë ligj, pastaj ata që e kanë emëruar dhe e bun aty i hiqnin kokën, ai e di mirë atë punë. Ai me atë nuk mund të dilte kundër patronëve të tij në Beograd. As në Athinë, sepse dhe minoritarët grek, ai i bëri vendas këtu dhe del përfaqësuesi i Omonës dhe thotë ne jemi 2000 vjeçar aty thotë. Si është e mundur që Shqipëria përfundoi në atë situatë sa i përket skemave piramidale dhe më pas vitit të mbrapsht 1997? Gjithçka është ideuar nga njerëzit dhe nga spionët e agjenturave të huaja për të shkatëruar dhe për të grabitur popullin shqiptar. Mos shkoni më tutje. Bëni një investigim. Ku vajten parat e firmave piramidale? Se leku shqiptar është këtu, si monedë fizike, është këtu. Ku bate? Kush e mori? Kush i hapi këto shoqëri sigurimi që kanë marrë parat e vepës, e të gjallicës, e të dreqit me të birit? U bën shoqëri sigurimesh. Ku i gjetën parat këto shoqërit e sigurimeve? Këto si gale, stërgale, ku duhen që kanë zjerë. Janë parat e firmave piramidale, janë parat e popullit, janë parat e atyre që u avodhën, që u agrabitën, që i mashtruan. Edhe pse ata kanë përgjegjësi personale që i çuan parat aty, për hir të vërtetës, kushdo që kishte parat në bank nuk i humbi. I humbën këta që i jepni një doni të merrni 3. Kaq idiot, të hapësh jetë marrësh 3. Të gënjej sudja,
të të mastroj Sudja. Ka vend të reja? Kush Sudja? Një cigane. Sa dorë kanë shërbimet e huaja në këtë rast dhe sa ishte roli i Sali Berishës dhe njerëzve të tij në skemat piramidale, por edhe në ngjarjet tragjike të vitit 1997? 100%. 100%. Shërbimet e huaja dhe Sali Berisha brenda. Absolutisht po. Tani dalin pe telakrorit, se nuk e dim. Unë kam vajtur dhe e kam thënë Sali Berishës, nxirr popullin në rrugë, i kam thënë. Pa e ditur që Sali Berisha që vetë ai që talle me shqiptarët dhe e kishte në program për t'i tallur shqiptarët edhe për t'i bërë xhiro në bulevard. I mirë i sillin që nga Saranda, Gjirokastra, Tepelena, Vlora, Korça, Përmeti, dhe kur ktheshin u jepte një pilaf të Pilolala në Rogozhin. O zotri, është tallur me demokratët. Dhe ata demokratë budallë ben akoma pasi. Dhe të vjen, ta mbështesin, dakor. Pse nuk u kthyen të gjitha parat e firmave piramidale ku shqiptarët i futën ato pas vitit 1997-98 më pas? Pse i morën vetë pushtetarët? Ka që thjesht, u hapën shoqëri sigurimi. Shkoni shikoni me ku vajtën para TVF-s. Ka që thjesht. Shkoni pyesni Farudin Arapi. Pyesni Farudin, se i di mirë ai. I di mirë fare ai. Jo më jo janë këtu parat. U avo dhën, u agrabitën me pushtet, me karrike. Ja, këta janë gangsterët e Partisë Punës. Këta janë. Kjo është zbatimi në praktik i orientimit dhe i urdhrit që dha ai kriminali tjetër, ai Turimiu, Ramiz Alia, që tha pushtetin Shqipërinë e kemi ndërtuar neve, tha dhe do ta gëzojmë neve. Ja, këtu materializua. Merë shikoj, më gjej një nga pronarët e shoqërive të sigurimit që sigurojnë makinat e tjera që të mos ketë qenë lidhur me Partinë e Punës. Më gjeni një vetëm. Asnjë. Janë të tërë bashkëpunëtor ose komunistë të Partisë Punës. Them asnjë, po e theksoj, asnjë. Si është e mundur që Berisha u largua në vitin 1997 me armë dhe më pas në vitin 2005 u rikthye me votë dhe sot kërkon të rikthehet sërish në pushtet për të bërë kryeministër në zgjedhjet e 11 majit? Qoftë kur u largua ai ku me urdhrin e atyre që sollën në pushtet, qoftë kur u kthyen po ata. Ju e dini që pushteti në Shqipëri është ndërruar gjithmonë poshtë tavolinës, nuk është ndërruar me vota. Asnjëherë s'janë bërë vota të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Asnjëherë. As nga Salihu, as nga Fatosi, as nga Ramizi, as nga Edrama, asnjë zgjedhjet, ta shquajtura zgjedhje janë bërë zgjidhje poshtë tavolinës. Prandaj janë ata që kanë mbështetur dhe ata që po e mbajnë akoma. Ata që po e mbajnë akoma. Sali Berisha duhet vej se s'bën t'ja llogari dhe të hetohet për këto që thash unë. Jo shumë, mos e prisim më shumë, vetëm këto. Zoti Islami, a mund të themi që me qeverisjen e Berishës dhe më pas 2013-s me qeverisjen e Edi Ramës kemi të bëjmë po njësoj si firmat piramidale me Suden dhe Xhaferin që vetëm vjedhin qytetarët shqiptar? Është më keq akoma, se tani Sudja dhe Xhaferi u vodhën parat. Kurse ky nëpërmjet hipotekave u rrëmben pronat, u tjetërson pronat. Ky bandit, ky kriminal, ky fëlliksir ndërkombëtare që quhet Edi Rama. Ky po u merr pronat o zotri, po u merr tokën, po u merr shtëpit. Me erdhi partije, një zonjë nuk e di, ja u kam thënë apo se ja u kam thënë juve, që duan t'i marrin se s'bën shtëpin, e i thonë vete i zoti tokës, s'kam punu, i thotë se ç'ke bërë ti me ndërtuesin e pallatit. O zotri, e kam me hipotek shtëpin që e kam blerë nga ndërtuesi i pallatit. Me ndërtuesin e pallatit dhe të merret shteti. Me tokën me ruti që ke bërë marrëveshje me ndërtuesin e pallatit. Çdo me shtëpinë time. Jo, duan të marrin shtëpinë e asaj, se e kanë më të shkëlqyer. Këta të vjedhin me hipotek. Këta vjedhin me hipotek, vjedhin me në punësit e tyre në hipotek. Pik, nuk e keni vënë re që çdo muaj, çdo javë ndrojnë drejtorët e hipotekave? Zoti Islami, përballë kësaj gjendje në cilën ju i bët një rezume, po themi që nga vitet 1990 deri më sot,
Çfarë do duhet bëjnë shqiptarët? Ajo që duhet të bëjnë, nuk mund ta bëjnë sepse jemi në kohë tjetër. Por ajo që pritet të bëhet është që të bëhet qeveria teknike, të qërohen këta nga pushteti, ashtu siç është programi i shqiptaro-amerikanit, që ka ardhur këtu në Shqipëri, të qërohen këta nga pushteti, të bëhet republikë presidenciale, të ndryshojnë gjithçka në Shqipëri dhe mbas këtij momenti do kalojnë në sit, ta dinë mirë punojësit e hipotekave, ta fiksojnë mirë se të mos mendojnë se do t'i shpëtojnë kësaj përgjegjësie. Cili do që ka bërë ta shqyrtuar mbi vendosje apo ndryshimin e gen planeve dhe të hartave kadastrale, që një korrigjim të hartës kadastrale e kam në zyrë zotëri, duke pasur originalin me cilin kisha marrë pronin dhe të korrigjuarin nga banditët e hipotekës. Ndaj them që kriminali numër 2 në Shqipëri është ministri i drejtësisë që ka vënë atë strukturë të hipotekave në punë. Zoti Islami, si e shikoni të ardhmen e Shqipërisë? Po marrim vitin 2030 dhe deri në këtë vit, a mendoni se klasa politike, kjo aktualja, do të pastrohet nga sistemi i drejtësisë dhe a do të kemi një bashkim të Kosovës me Shqipërinë, gjë e cila mund krijonte atë perspektivë që e presin shumë shqiptar? Kam besim të plot që do ndodhë kështu siç e thatë juve, sepse besoj te Amerika. Është vetëm shpresë që na ka mbetur, e vetëm shpresë që i ka mbetur shqiptarëve është Amerika. Nëse nuk na shpëton Amerika, ne atëherë duhet të ikim në sy të këmbët, të shesim që kemi ku kemi në kemi mundësi të shesim, edhe të zhdukemi që këtej, sepse që ka vendosur që të shuhet Shqipëria. Po jo zotëri, Shqipëria nuk do shuhet, po Shqipëri do të bashkohen copat, llokpat e mëdha që ka kputur Londra e 1913-s. Llokmat që ka kputur, që ka marrë Greqia, Çamërin, që ka marrë Serbia, Kosovën dhe Medvej, Luginën e Preshevës dhe Medvej Bujanovës, që ka marrë Shplave Gucia, që ka marrë Malizi, do t'i bashkohen trumut mend. Nuk e heq, nuk jam pesimist, jam optimist dhe besim plot që do bëhet kjo që thash ashti, do qërohen këta nga pushteti dhe do bashkohen pjesët e grabitura me trungun mend. Zoti Islami, unë ju falenderoj për gjitha pikpamjet, mendimet dhe argumentet tuaja që thatë këtu në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për mundësinë që më jepni për t'i shprehur dhe për t'u thënë qytetarëve shqiptar, hapni syt dhe shkoni tek partia Shpresa Demokrate për të shkojnë djemë dhe vajza të reja me shkollë të lartë që kanë studuar jashtë shtetit për të krijuar qeverinë teknike, po për ditë thirrje profesor Pilinçi dhe po u them prapë edhe unë nga kjo zyra ime e vogël. Shkoni për të bërë qeverinë teknike, mos prisni nga unë jam 70 vjeç, s'kam që bëj më. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.